Sot do të përgatisim biskota me kakao, dalin shumë të shijshme dhe bëhen për 5 minuta. Si fillim do të hedhim 50 gram gjalp, 1 gotë të vogël me vaj, 1 vezë të freskët, 2 lugë sheqer pluhur dhe 2 lugë niseshte, gjithashtu 1 gotë të vogël me kakao, pra maksimumi 2 lugë janë në të, pak sheqer vanilje më shumë për aromë, gjithashtu pak fryrës, pra nuk e do të gjithë paketën, dhe pastaj fillojmë dhe hedhim mielin gradualisht, duke e përzier, pra kështu me duar, për të formuar një brumë të butë, elastik dhe që nuk ngjit, dhe duke hedhur miell. Unë në fakt kam përdorur 1 gotë e gjys miell, derisa formova një brumë elastik, ja si ky këtu, por varet nga lloji i miellit. Shikoni pak se sa mirë që doli. Brumi nuk duhet të qëndrojë, pra mund t'i bëni direkt. Unë i kam bërë kështu topa të vegjël, nga që dalin më mirë. Biskotat janë gati për në furrë. Unë e kam lënë furrën në 180 gradë dhe i kam lënë të piqen avash avash. Dhe biskotat janë gati për t'i shoqëruar me kafe ose çaj. Kanë dalë të buta, të shkrifta dhe kanë një super aromë.